Një dhimbje e kockave ose skeletit ose gjymtyrëve që zgjat pak në kohë dhe që mund të qetësohet me barnat analgjezike që ne i kemi të gjithë në shtëpi, siç është paracetamoli, ibuprofeni, që mund të merren në farmaci dhe pa recetë, dhe që reagojnë ndaj këtij trajtimi të thjeshtë në shtëpi, me një kozgjatje të shkurtër, nuk janë arsye për t'u shqetësuar. Nëse një dhimbje e kockave zgjat shumë në kohë, është intensive, është edhe gjatë natës, atëherë kjo është arsye për të bërë një vizitë me mjekun ortoped. Kur bëhesh shqetësuese që ti të vazhdosh normalisht aktivitetet e tua, duhet të drejtohemi tek mjeku. E vërtet, pra kur pengon aktivitetet e jetës së përditshme, zgjat shumë në kohë, nuk reagon ndaj qetësuesve të zakonshëm.